të sqarojmë një gjë. Okej, unë doja shqipe që jo, është interesante. Pra unë nuk do të thash. Duhet të sqarojmë diçka. Sot në botë, në vendet më zhvilluara, kontributi i sektorit bujqësisë në GDP-n është jo më shumë se 1,5-3%. Po ne kemi pasur historikisht. Eksakt. Që do thotë vendet e zhvilluara sot maten me njëri tjetrin për sa i përket nivelit ose kontributit që bujqësia luan në prodhimin e përgjithshëm bruto, sepse sigurisht varet nga teknologjia, varet nga mekanizmi e shumë e radhë. Shqipëria faktikisht nivelin e, le të themi, ose kontributin e bujqësisë në këtë e ka patur tek vlera 19-20%. Tashmë ka shkuar në 15? Unë nuk e di nga janë marrë të dhëna, këto janë të dhëna të cilat ndoshta vinë nga statistikat, mund t'i marrim të vërteta, por problemi është i tillë që nëse ka shkuar bujqësia 15, kush sektor tjetër është arritur. Do thotë, te turizmi dyshoj që është i turizmi? Ajo që, shiko, mendimi personal, ajo që bujqësia është e destinuar dhe që është le ta quajmë është fati, le të themi, i bujqësisë është e lidhur detyrimisht ose në mënyrë të drejtë për drejtë me zhvillimin e sektorit turizmi. Ky është problemi. Jo, profesor Ndjesë Ndërpres, lejo të kundërshtar profesor, do ishte shumë mirë nëse ishte kështu, sepse do kishim të gjitha ajo që themi që duhet jetë zinxhiri i gjithçkaje të jetë në Shqipëri. Por nuk është i profesor, dhe ju dini shumë mirë tani që ka shumë hotele, shumë supermarkete nuk i blejnë produkte në Shqipëri, i blejnë jashtë dhe i lënë produktet shqiptare këtu. Ka plot produkte, profesor, dhe besoj tu nuk më kundërshtoni dot. Ka shumë supermarkete që zgjedhin për shkak kostos më të lirë, marrin mandarina nga Maqedonia, marrin domate nga Greqia, perime nga Greqia, lloj gjërash i marrin nga jashtë. Kur ti ke këtu? Tani, si do ta bëjmë të gjën që çfarë prodhohet tu të konsumohet tu dhe të shërbej turizmit? Shiko, kjo është diçka përsëri bijem dakord bashkë me këtë, edhe besoj nuk më kundërshtoni me urdhra dhe me ligje kjo punë nuk bëhet, sepse në momentin, edhe duhet në një moment edhe duhet janë disa politika të zgjuara doganore, janë disa politika të zgjuara doganore. Të cilës shpeshherë bujqësia shqiptare ka rënë pre, por në momentin kur ne kemi planuar të futemi në tregtinë e lirë, a duam ta arrisim këtë gjë? Pra ne ju rikthehemi edhe një herë tjetër. I kthehem faktit që ky sektor ka nevojë për shumë mbështetje, ka nevojë shumë kompetencë, ka nevojë për shumë konsulencë, ka nevojë për shumë ekspertizë, ka nevojë për shumë dije. Pra e përsëris edhe një herë, fermerët shqiptarë nëse më dëgjojnë, gjithmonë do të fokusohemi tani tek bashkëpunimi ndërmjet tyre. Shikoj, me këtë strukturë ferme, ne jemi të fermerët nuk do thosha të dështuar, por do thosha që fermerët vuajnë për sa i përket le të themi konkurrëshmërisë. Sepse kemi strukturë ferme të trashëguar nga reforma e tokës bujqësore, që është tmerrsisht e fragmentuar dhe imagjino ti duhet konkurrosh një fermë, unë nuk po them fermë gjermane, do të konkurrosh një fermë e cila është shumë herë më e madhe se kjo. Në madhësi apo në vizion të tjera më radh. Dhe kjo është një ndër kushtet kryesore që fermerët shqiptarë prodhuesit duhet ta mendojnë bashkëpunimin, kooperimin, jo në le të themi sepse gjithmonë kooperimin. Eksakt. Por reminiscencat e të imagjinoni një moment caktuar nëse fermerët do t'i blinin bashkë. Pra imagjinoni është shembulli më i mirë. Imagjinoni nëse fermerët do t'i blinin bashkë të gjitha inputet, pra plera tjera fareve dhe do t'i shisnin bashkë një zë. Atëherë këto do të ishin në gjendje këtu vim pastaj tek ajo gjetje që ju mendoni që nëse ti do shesësh me një zë, pastaj edhe tregtarët e kanë shumë të vështirë për të negociuar pjesërisht dhe për shkuar tek ulja e çmimit dhe për të bërë pastaj për të çuar deri në lënien e prodhimit dhe për të shkuar në tregti. Si mund bëhet më tërheqëse bujqësia për trid? Shiko, bujqësia më tërheqëse për trid bëhet nëpërmjet këtyre mekanizmave që sapo ju thash, pra duke shtuar sa më shumë digitalizimin e fermave, duke bërë këtë sektor sa më përfitues, duke bërë këtë sektor jo të mendojmë që gjithmonë është krau punës, pra sepse gjithmonë të rinjt mendojnë sot, nëse ti thua që të studiojë për agronomi etj, mendojnë që ai do punojë fermë. Absolutisht ne sot të rinjt nuk punojnë më në fermë, agronomët nuk punojnë në fermë. Gjithçka sot është në formë të IT-s, të digitalizimit, të metodave smart e tjera me radhë. Por kjo është vetëm një mënyrë se si mund të bëhet më tërheqëse. Pra duke ofruar, duke u bërë sektor më efektiv, duke futur të gjithë teknologjitë e zhvilluara, sepse ndryshe dhe duke mbështetur, edhe duke mbështetur. Është kryesore, ajo nuk duhet të fare. Duke mbështetur, dhe shiko, dhe politikët e Bashkimit Evropian. Po patjetër, ajo duhet të e para. Edhe ka skemat mbështetëse, fermerët që janë të ri, patjetër ka një përqindje më të lartë në skemat e subvencioneve. Profesor, dalim pak te Universiteti Bujqësor. Padyshim me Universitetin e Boku të Vienës tani. Nisë ta përmendni pak më parë, tashmë po ju lut të elaborojnë. Padyshim ishte një reformë goxha e fortë apo jo? Ne jemi në reformë. Akoma, sepse reforma zgjat projekte shkallëqare. Është modeli evropian, apo jo? Me dy fjalë, nuk po bëjmë asgjë, ne nuk po shpikim rrotën. Kemi vendosur të ristrukturojmë të tërë institucionin. Bëhet për një fjalë për një projekt të një programi mësimor, apo për një projekt kërkimor, apo shkëmbim studentësh, apo shkëmbim stafi.
Ne, falë bashkëpunimit me Universitetin Bokus së Vjenës dhe falë mbështetjes financiare të qeverisë shqiptare dhe të qeverisë austriake, sepse është një projekt i mbështetur ndërqeveritar, ka kaluar goxha, le të themi, hallka. Ne sot jemi para maturantëve me një ofertë akademike totalisht të re. Pra, ajo që ne kemi vendosur në Universitetin Bujqësor, kemi vendosur të ndryshojmë. Kemi vendosur të pranojmë realitetin siç ishte, sepse kam bindjen që nëse ne nuk do ta kishim pranuar realitetin, realiteti që thash unë, realiteti ju sapo tha. Që shumë të rinj mendonin se shpesh edhe po të jetë i hidhur, ti do ta pranosh. Po më vetëm për shkollë, hajde po shkojnë në kamës. Eksakt. Sot jemi në para këtij fakti ku kemi mbyllur të gjithë riformatimin e arkitekturës së ofertës akademike. Po mirë, është shkurtuar edhe mos gapo, edhe master profesional nuk do ketë më shkencor për të shkruar. Edhe një herë, ajo që kemi bërë, pra ne kemi çuar universitetin në rolin që duhet ketë. Çfarë degësh janë mbyllur? Pra, ne nuk flasim për mbyllje degësh, ne flasim për riformatim. Riformatim degësh. Pra, nga 34 programe bachelor, të cilët ishin shpeshherë të pa orientuara, që nuk e kishin ndjekur tregun, nuk e kishin ndjekur, ne kishim harruar një gjë shumë të vogël, Timi. Kishim harruar interesat e studentëve. Që do thotë është gjëja më kryesore në cilën janë reflektuar në këtë reformë. Kjo reformë që ne kemi ardhur, pra nga 34 programe bachelor, ne kemi ardhur në 12 programe bachelor. Okej. Dhe nga 44 programe master profesional, master shkencor, kemi ardhur në 18 programe master. Të gjitha të orientuara drejt tregut, të gjitha të hartuara në bashkëpunim. Për këtë vit akademik? Për këtë vit akademik. Në shtator, ne vim me këtë paketë. Po ta që janë në vit ato vazhdojnë dhe mbyllin si që janë të registruar. Nuk se do ndryshojnë dhe ata. Ato që janë registruar, ato vazhdojnë mbyllin me përjashtim të bachelor, sepse do të ekuvalentohen dhe do të nështrohen. Pa nuk se ndryshojnë gjë të këta. Por ajo që unë duhet ta theksoj fort për të rinjt, për publikun, për ekspertët, është nuk ka qenë qëllimi kryesor mbyllja apo hapja e programeve. Ka qenë qëllimi kryesor ndryshimi i qasjes. Është shumë e rëndësishme qasja, sepse fillimisht ne kemi vendosur që kush do të jenë ose duhet të jenë kompetencat që ky universitet bujqësor duhet të mbulojë. Sepse ne jemi universitet publik dhe kemi detyrimin ndaj ekonomisë shqiptare, kemi detyrimin ndaj publikut, kemi detyrimin ndaj fermerëve, ndaj institucioneve publike që të ofrojmë ofertën akademike që i duhet tregut. Dhe kishte shumë degë që ishin jashtë koha. Kishte shumë degë të cilat ishin të mbivendosura. Jashtë koha nuk do ta quaja, por ne kishim bërë eksperimente gjatë viteve 2000, 2010, 2015. Çdo institucion i arsimit të lartë ka bërë eksperimente për të paraprirë, le të themi, numrin studentëve, duke formuar programe të fragmentarizuara, shpeshherë të mbivendosura dhe që kishin humbur fokusin. Dhe ne vim tani sot me një ofertë akademike që është kompetitive për tregun, kompetitive për vitin 2030, ku Shqipëria do të jetë në Bashkimin Evropian, por mbi të gjitha është interesin e studentëve, sepse diplomat që ato marrin, jo që nuk ka patur vlerë, për informacionin tu ju e dini që Universiteti Bujqësor ka qenë vetë universitet që ka qenë i njohur në çdo cep të botës. Por ne këtë traditë kemi vazhduar dhe kemi konsoliduar. Puna e masterëve që nuk do ketë si është kryesoria, do ketë apo nuk do ketë? Jo, ka master shkencor. Do ketë. Vetëm master shkencor, sepse profesional nuk do ketë. Jo, fare, sepse edhe master profesional ka qenë i fare nonsensi. E lejon të ligji arsimit të lartë, e lejon, por shpeshherë administrata publike nuk e njihte. Dhe ti nuk mundesh do të shpenzosh një vit e gjysmë kohë dhe të përballesh me fakt kur administrata publike thotë shiko unë kërkoj master shkencor. Dhe shiko, këto janë disa gjetje të drejta ose të padrejta shëndësika, siç janë në programe 2 vjeçare, për cilët përsëri janë për një gamë caktuar. Dhe ne kemi zgjedhur të bëjmë këtë lloj qasje dhe besoj që është qasja më e duhur, më efektive. Si shpejtu nga ekspertët nga ndoshta profesorët, nga ekspertët se fushë, ka pasur kundërshti apo jo? Sigurisht, çdo reformë po mos ketë kundërshtim, do thotë ka diçka që nuk shkon, dhe unë i kam mirë kuptuar kolegët, sepse